Përshëndetje të gjithëve. Sot do përgatisim së bashku një recetë sa të thjesht, aqe dhe të shijshme. Janë speca të pjekur në furrë me domate pomodorini. Është zgjedhja ideale për një vakt të lehtë, pa rëmuj në skuqe dhe plot shëndet. Fillojmë nga puna. Këtu kam 1 kilogram me speca, si e shikoni janë këto specat e përdredhur, dhe I gjeni lirë në treg këto lloj specash. I vendosim në tavë, por jo duke I ngjeshur, por duke I lënë pak hapësirë, me qëllim që të piqen mirë. Mendoj se kaq mjafton. Nëpër mezet e specave unë do t'i shtoj disa domate pomodorini. Gjatë pikjes tomatet do lëshojnë lëngje, por edhe specat lëshojnë lëngje dhe bëhet ai bashkimi I lëngut të domateve dhe specave. Po I gri dhe 2-3 thelpinj hudhër. E shpërndajmë në të gjithë sipërfaqen e tavës. Vetëm 5 minuta punë kërkon kjo recetë. Asnjë lloj rëmuje në kuzhinë dhe 0 lodhje. I shtojmë pak krip, ja shpërndaj me dorë që kripa të vejë gjithandej. Në fund fare do t'i shtojmë vaj ulliri. Nëse e doni të bëhet pak pikante, mund t'i shtoni dhe pak specë djegës. Pak më pëlqejnë pikantet, por në familjen time nuk e duan të gjithë, ndaj unë ja shtoj kur kanë përfunduar. Bollshëm vaj ulliri dhe direkt në furrë në temperaturë maksimale, diku te 15-20 minuta, duhet ta shikoni vetë. Unë dhe I kam kthyer gjatë kohës që piqen. Në fund unë I shtoj rigon dhe I kemi gati. Siç edhe shikoni nga video, specat janë pjekur mrekullueshëm dhe domatet kanë çuar të gjitha të lëngun e tyre të ëmbël. Unë I shoqëroj me pak kos, mund t'i thërmoni edhe djath, edhe me një sallatë të freskët fshati, ashtu si familja ime e preferon. Ky lëngu që formohet nga pjekja në fund të tavës, nuk mund t'i rezistosh pa lyer një fetë buke. E kush tjetër është si unë dhe e ka dobësi vajin e specave. Ndonjëherë janë ato recetat më të thjeshta që na kënaqin më shumë. Provojeni edhe ju dhe më thoni si ju doli. Me dashuri nga kuzhina ime.